por kemi një dokument firmosur që ka vlerë vetëm për Edi Ramën, që ai do na mbrojtësojë në bordin e paqes. Në qoftë se pëlqen ai, ne nuk jemi. Këtë e ka votuar dhe opozita për fat keq. Lenci. Ka më shumë pikpyetje se sa përgjigje në të gjithë këtë histori. Dhe do të vazhdoj të jetë kështu sa kohë që ne nuk i dim të gjitha detajet e kësaj historie, e cila është megjithmonë të ndërlikuar. Po duke u marrë tek, duke tentuar të ngrejmë një arsyetim mbi disa të vërtetat të cilat janë të pranueshme nga të gjithë. Rama ka qenë shumë shpesh në Davos, edhe me kohën kur nuk është se ka pasur ndonjë urgjencë apo ndonjë domosdoshmëri për të qenë atje. Ka qenë mysafir i përhershëm në këtë forum. Kësaj radhe e konsideroj edhe si një mundësi historike, pra shumë të rëndësishme, praninë e tij duke përfaqësuar Shqipërinë atje në Davos. Dhe logjika ta donte që asgjë në botë nuk do ta detyronte atë që ta hiqte nga agenda një vizitë të tillë. Shto këtu edhe urgjencën me të cilën ai mori instrumentin kushtetues me vendimin e parlamentit që i jepte mundësinë për të shkuar në Davos, ndryshe nga vendet të tjera, të cilët edhe nëse do donin nuk e bënin dot një gjë të tillë. Rasti i Italisë, fjala vjen. Fakti që Rama nuk shkoi atje ngre pikpyetje të tjera pikërisht për këtë arsye që thash, ndërkohë që justifikimi me praninë e vajzës së presidentit Trump këtu nuk duket bindës. Edhe sikur të ishte kështu, kish mundësi të bënte edhe udhimin për Davos dhe të bënte sërish pikpritsin sot në darkë, si kundër u tha. Meqense jo më shumë se 35 minuta më parë që më vure një baste dhe një sfidë, dhe lajmi ndërkohë ishte duke u përditësuar dhe u përgënjeshtrove, dhe nuk e takon më. Po. Unë e prandoj që e pranoj që këtu biznesi fitoi mbi logjikën shtetërore, patjetër. Këtu është biznes, por kjo pastaj rrezon pak alibin e Beratit, që Ivanka Trump është Donald Trump. Ivanka Trump është biznesmene. Absolutisht nuk është. Ivanka Trump është biznesmene. Se pas atij përdorimi që i shkon prapë në zyrë, ajo është eksaktësisht biznesmene. Se në qoftë se Ivanka Trump është Donald Trump, një sekond. Në qoftë se Ivanka Trump të basnim që e burra. Por unë edhe i besoj pak, edhe unë mendoj pak si Berati, që përveç se biznesmen, do janë edhe pjesë e institucioneve, se janë pjesë e familjes. Pra unë e mendoj edhe si shtetare, po është thjesht biznesmene. Sepse në rast se Ivanka Trump është Donald Trump, nuk boja unë montazh fotos Ramës, por shkonte Rama në Davos. Shumë dakord. Kjo është pjesë e atyre pikpyetjeve për të cilat unë nuk kam përgjigje. Por kjo, unë humbas basi, por kjo tregon që ajo ka thjesht si biznesmen. Ka një shpjegim tjetër, sepse ndërkohë që opozita, nuk po them ti. Ma nxjerr pak dhe po prap kjo opozita, ne do po gjykojmë se në Ramës. Ma nxjerr pak foto numër 1. Lenci, foto numër 1. Një sekond. Nishin foton. Shikoni. Atëre, po. Ky është Dor Duçka. Po, një sekond. Personi i famshëm, këshilltar Ramës. Kjo është teza tjetër. Një sekond. I cili në dosjen e FBI-t, për cilin 4 vjet ka ulërit Donald Trump, është kur thot Hunter Biden, djali i Bidenit, që Trump e akuzon për të korruptuar, kinezëve në qoftë se nuk e paguani ju Dor Duçkën, do e paguaj unë. Personi që është në dosjet e FBI-t, për korrupsion me djalin e Joe Bidenit, shkon dhe kap një foto aty. Këta në këta aspekt janë biznesmen të tri. Atëherë. Se ne shumë mund të themi që jo vetëm Rama, po edhe Duçka. Jo, më le ta shikoj atëherë nga një anë tjetër, meqense nxorë edhe këtë foto. Këtu thuhet që Rama dërgon Dor Duçkën atje sepse e nxjerr në prit djalin e presidentit. Ndërkohë thuhet gjithashtu që ka poshtruar sepse ka përdorur vajzën e presidentit Trump. Mos ndoshta asnjëri as tjetri nuk e mendojnë kështu, siç e gjykon ti. Nuk e ndjejnë veten të poshtruar për një gjë të tillë. Jo, e ndjejnë vetëm biznesmen. Jo, dakord. Unë si Berati mendova që janë edhe pjesë. Unë besoj Ata ndjejnë vetëm biznesmen. Që me logjik
Tani ndërkohë me çojnë të videon, në kohën që Kushner ishte me Ramën në Rinas, sozia Kushnerit postonte drejt Moskës ishte me Vladimir Putin. Dakor. Ajo që do të thoshë, edhe këtë me logjikë kam që në asnjë rast, në asnjëherë thanë, Rama nuk do të guxonte të bënte diçka, ta poshtronte vajzën e presidentit, duke ditur se çfarë pasoje do të merrte më pas. Kështu që pavarësisht pasioneve të shumta që ka kjo çështje, duke u nisur nga shumësia e pafundme pikpyetjeve që kemi, dhe kam përshtypjen se mbeten po ato që thamë që në fillim. Në këtë segment. Para se të japim fjalën ambasadore, Rama do donte shumë të ishte në atë rresh, do donte shumë të kishte atë fotografi, po është e vërtet që do donte të ndronte të ishte edhe në fustanin e Vjosës. Të shkëmbente disa fjalë me presidentin Trump. Next, the President of the Republic of Kosovo. Me shpatull. Kjo është. Arsyeja pse refuzoi ta bëjë një gjë të tillë për mua është mister. Nuk më bind arsyeja që jep Rama. Arsyeja është mister. Koha do ta rrëfej. Pse refuzoi Rama? Pse nuk vati pra, pse nuk e bëri. Pse nuk e lano. Këtë nuk Ram dakord që Rama do vinte me vrap. Këtë nuk di ta them. Ska lënë 45 minuta dhe ka ambasadori Lenci. Ta ndajmë pa kohën. Sidomos për këto çështje ambasadori prandaj e lash në fund se bëni një lloj analize pak më të ftohtë edhe për i profesionit. Por një gjë duhet këtu ti Antoni dhe Berati më shumë se ambasadori në një formë edhe në kuptoni. Strategjia e Ramës, sidomos në këto momente, në pamundësi për të qenë atje ku duhet ishte, përveç fotove sa më të shpeshta me Ivanka Trump, është ta orientojnë opozitën drejt sulmit të familjes presidentit Trump. Pra shpresa e tij është se mos i fut në konflikt, në pamundësi për të rregulluar gjë vet. Ndërkohë që ajo po e thot qartë me çdo veprim të saj që ka ardhur vetëm për biznes. Natyrisht. Dhe strategjia e Ramës për të mashtruar gjatë gjithë kohës me ngjarjet Trump që ishte ngjarjet Kushner që ishte këtu, ndërkohë që ishte në Davos në Moskë, është ta orientojë të gjithë debatin ishte si ishte po e zemron opozitën. Fakt opozita ndryshe nga çfarë Antoni bëri një tjetër akt sot. E votoi atë dhe nuk ka komentuar qoftë për një herë vetëm Ivanka Trump. Sot Sali Berisha ndjes, të lutem. U treguar shtetar kur ndau politikën nga marrëdhënia e biznesit. Që dhe kjo në vetvete edhe biznesi, marrëdhënia e biznesit këtu është politik. Nëse do të kishte mbi emrin Putin vajza e presidentit Trump, ne të gjithë do të lurinim, do të thoshim është strategji kombëtare. E njëjta gjë, identike e njëjta gjë. Pikërisht se ka mbi emrin Trump, ajo gjë bëhet edhe më e rëndësishme, e gati, po aq e rëndësishme sa miliardet e dollarëve që mund të vinë këtu. Kjo fakti i fundit, zoti Peka, kanë para punës rusët kanë qenë gatshëm të sjellin miliarde këtu dhe sa kanë pranuar. Po pikërisht prandaj po them. Së paku deri në 2013. Më fal, prandaj së paku deri në 2013. Pas 2013-s do diskutojmë për Porto Romanun, edhe për Gazpromin. Tjetër histori. Në këtë aspekt rusët janë refuzuar për parasit të Ramës. Po, prandaj besoj Berishës kur e konsideroj duke nisur nga ajo që tha zoti Evangeli që opozita u treguar martu. Më fal, ambasador të kërkojnë ndjesë një mesë që ka aq shumë ndjekje se njerëzit janë të interesuar. Se gjitha kanalet tjera po japin që Rama takohet me Trump dhe me Jared. Kështu që vetëm vend ku po japin çfarë fundohet realisht. Ish diplomat. Ish kolegu e jote po që jeton në SBA. Thotë shikoj thotë. Edhe ish gjyqtar shumë i lartë këtu. Justifikimi i Ramës sot se ndenja me Ivanka Trump, me lejen e babait në Amerikë mund ta përdorin kundërshtarët thotë edhe ligji kundër Trump si shfrytëzimi i postit nga e bia.